se Evropa ka kaq shumë fjalë të mira për Shqipërinë, e pamë edhe samitin e fundit, vlerësimet që i kanë për reformat në Shqipëri, dhe pse ne nuk e shohim Shqipërinë siç po e shohin njerëzit e Bashkimit Evropian. Po tash Shqipëria mendoj unë është në proces të shndrimit të vendit më të rëndësishëm të rajonit. Do të thonë, na e dim gjithë, veçanërisht na që jemi pak më të moshë, që kemi përjetuar shumë ngjarje, zhvillime gjatë historisë së vonë. Vazhdimisht qendra në një farë mënyrë e rajonit të konsideruar të jetë Beogradi. Në periudhë është çdo gjë. Domethënë edhe kur Serbia ka qenë në sanksione, kur Serbia ka qenë bombarduar, prapë është pasur një vend të rëndësishëm për shkak të mallësisë, për shkak të ndikimit që kanë vendet e rajonit kështu me radhë. Dhe tash këtë primat është ka e merr Shqipëria në shumë aspekte. Për shembull, një prej gjërave që mua më duket jashtëzakonisht e rëndësishme është që Shqipëria sot shihet si vendi kryesor i NATO-s në rajon, edhe pse janë 3 vende të rajonit. Po flas për këto vende që kanë mbetë jashtë BE-s ende, domethënë 6 vendet e Ballkanit. Malizi pra edhe Maqedonia e Veriut, edhe Malizi janë vende anëtar të NATO-s, mirë po Shqipëria shihet nga NATO si vendi kryesor. Për as për qëllimet e sigurisë në rajon, që për mendimin tim është jashtëzakonisht e rëndësishme, për shembull infrastruktura që po ndërtohet, ushtarake e NATO-s, baza Nguqov dhe tjera për rreth. Në Shqipëri janë një element i jashtëzakonshëm i sigurisë për neve mendoj unë. Pra për Shqipërinë, po edhe për vende tjera të cilat kanë marrëdhënie miqësore me Shqipërinë, e që është besoj unë edhe Kosova, që do duhet ishin edhe vende tjera. Dhe në këtë drejtim konsideroj që përveç aspektit të këndvështrimit pra nga perspektiva e Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që Shqipëria është ka bëhet garanti, ose do të bëhet, garanti i sigurisë në rajon për sa i përket NATO-s. Kjo neve na intereson shumë si Kosovë, me që ne ende jemi në një raport jo fort paqësor e jo fort miqësor me Serbinë dhe rrezikohemi nga ajo. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ata që dështojnë me e pa këtë gjë, sepse kanë zili dhe ose inat ose mos durim ndaj Ramës, Edi Ramës, pra kryeministri i Shqipërisë, e bëjnë një gabim jashtëzakonisht të madh. Zhvillimi i Shqipërisë është i dobishëm për neve, edhe nëse ky zhvillim që ka një herë edhe padrejtësisht piu atribuoj ka Edi Ramës. Tek e fundit Edi Rama ka me qenë kryeministri edhe Nikolës, ka me qenë më për Shqipëria, ka me mbet aty, dhe ky pozicion ndërkombëtar i Shqipërisë ka me mbet aty shpresojnë. Pra ndikimi i Shqipërisë po rritet për shkak të ndikimit pozitiv që e ka për paqe. Ndërkohë që Serbia ndikimin e saj në rajon e ka në destabilizim. Pra janë 2 shtete me ndikim, ne jemi në mes të dyjave, njëra për paqe, që dihet këto vitet e fundit ka qenë goxha jashtë për Edi Rama në raport me zotin Kurti dhe politikat e tij. Pikërisht duke ndjekur logjikën e mos destabilizimit të Kosovës edhe të rajonit, që ndoshta ka një herë ka qenë më i ashpër se sa vetë anëtarët e Bashkimit Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo nuk është pëlqyer. Dhe Serbia nga ana tjetër ka ndikim të madh sot në Kosovë me destabilizim. Në Bosnë po ashtu, në Malzi po ashtu, në gjithçka. Po pse s'po e marrim na si të mirëqen për neve, si dobishme për neve, këtë rol të Shqipërisë. Po, tash u mendoj që kjo është një kombinim i faktorëve, dhe po, domethënë, gjëja më e rëndësishme, që na shkëndesh me analizu këtë situatë, ose këtë realitet që po ndërtohet, është pikërisht ajo që e thatë ju. Domethënë, i kemi 2, si të them kështu, lloje të politikave që janë ndjekur nga 2 vende të rëndësishme të rajonit. E përmendet ju Serbinë, përfshirjen gjenocid, luftra, vrasje, krimet lufte, destabilizim, lidhje me lindjen, pra afërsi me Rusinë, afërsi me Kinën në kështu me radhë. Dhe kemi pastaj Shqipërinë që ka ndjekur një politikë absolutisht të kundërt me kësaj. Pra ka qenë e kundërta komplet e politikës që ka ndjekur qeveria në Beograd, me Vučićin, me Miloševićin, me pak dallim nga tjerë, domethënë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që na duhet me analizu pikërisht nga ky këndvështrim. Cila prej politikave sjell më shumë përfitime në fund të fundit. Secili lider politik, kur ti merr veprimet e veta dhe ndjek një politikë caktuar, e merr një fat koste.
e bartë një rreziku. Për shembull, Edi Rama ka bartë rrezik për politikën që e ka ndjek. Nuk është politika e Edi Ramës gjithnjë e mirë pritur. Në Kosovë jo se jo, po as nganjëherë në Shqipëri. Për shembull, marrëdhëniet që ai i kishte ndërtuar një kohë me Vučićin në qeverinë Beograd janë kritikuar shumë, edhe sot e kësaj dite i kritikuan. Dhe i faturohet si njeri Dhe i faturohet po pra Vučić. quajnë edhe vllai Vučićit, dhe quajnë Alati kështu me radhë. Ndërkohë që na duhet me shiku nëse kjo politikë e paqes, bashkëpunimit edhe investimit për një të armë më të mirë që e ka ndjekë Edi Rama, a është shpërbly kjo për Shqipërinë apo e ka ndëshkuar Shqipërinë? Deri tash na po e shohim që e ka shpërbly Shqipërinë. Deri tash na po e shohim që politika kryenese mos bashkëpunimit dhe nxitjes së trazirave e tensioneve vazhdimisht që ndjek Vučići, nuk është që po e shpërblen. Për shembull, po ka pas një periudhë kur liderët e ndryshëm politikë ja kanë pas zili Vučićit. Si po mundet kjo me lindjen dhe perëndimin? Ku është sot Vučići? As lindja as perëndim. Domethënë, kjo politikë, edhe pse mund duket shumë atraktive për një periudhë shkurt kohore, në afat gjatë shkakton shumë probleme. Ka pas diskutime edhe këto, kur shumë bile sa e majnë menun, sa e di në këtë qasë e ka pas edhe vendosja një kohë, kur edhe partijakisht, po edhe si shtetë, si Kosovë, me lidh aleanca. Ta zëm, LDK-ja ka qenë gjithmonë e lidhur me Gjermaninë, për shkak të lidhjeve të saj partijake që i ka, dhe raporte shumë të mira që i ka me Gjermaninë. PDK-ja një periudhë tepër të gjatë ka pas raporte të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të politikave që kanë ndjekë, zoti thashin, natyrisht se ata nuk kanë as aleancat përhershme, as armiqt përhershëm. E pa me rastin e Sirisë, me president udhëhecin e Sirisë. Ndërkohë, vetëvendosja pa t'i mbetur kështu në një situatë pa aleat dhe ka pas tendenca gjatë të mëdha nga leximi e jashtë edhe nga komunikimet që kanë pas me njerëz, me pas një aleancë me Turqinë. Dhe tash kur po e shoh në Kosovë, të udhëhequr nga vetëvendosja, në fakt po ma konfirmon mua të qasjen e mahershme që ka pas ky subjekt politik, që me pas aleancë jo me perëndimin, domosdoshmërisht, por me pas me një vend që është as lindje as perëndim, dhe që na lidhin shumë çka dhe rrethonat historike edhe e kaluara me Turqinë. Dhe kjo qasje të cilën e ka ndjek zoti Kurti, mos na ka sjell neve në një situatë të keqe tash, kur në fakt nuk e kemi më asnjë aleat, paktën një aleat me pas, se kur na bërtet dikush në Bashkimin Evropian, një tjetër me thonë ka dalë se nuk kanë bashkëfaj. Mos kemi met krejtësisht pa aleat, ndërkohë Turqia nuk është që po na del në krah. Po sheta, shumë mendoj që për vendet sikur Kosova, natyrisht na duhet me pas një gamë të gjerë të bashkëpunimeve dhe aleancave, sepse secili shtet është i rëndësishëm. Veçanërisht Turqia tash. Veçanërisht Turqia, na i kemi si Kosovë shumë qartë të definuar me cilat shtete as na dojnë të mirën e as dojnë me pas marrëdhënie, që janë Rusia, Kina këtu. Domethënë deri tash, natyrisht mund kemi më ndryshuar të ardhmen. Unë nuk e kam problemin te aleanca që ti bën, ose aleanca që ti shton. Me vendet të cilat megjithatë janë vende të botës perëndimore, janë demokratike kështu me radhë. Me ato që humb. Me çalesat e caktuara, unë kam problemin te qasja ekskluzive. Për të qasja për shembull që na e kemi qit alat, ta zën Turqinë, ose cilin do prej vendeve dhe me tjera të sill me keq. Se do mundet një vend me ta kryej punën kur i vetëm. Natyrisht, sepse edhe ata, si Turqi, si Gjermani, edhe ata kanë aleanca të tjera, kanë bashkëpunime të tjera dhe kanë interesa që dalin për te interesave tua. Dhe të drejtim konsideroj që për shembull politika që e kanë ndjek, që e kanë nis presidenti Ibrahim Rugova dhe pastaj është ndjek nga gati së secila qeverinë e Republikës së Kosovës, ka qenë përfshirja. Domethënë bashkëpunimi me të gjitha vendet që na kanë ndihmuar dhe mirëmbajtja e kontakteve dhe marrëdhënieve me ta. Edhe kur ka pas për shembull mos pajtime për çështje të caktuara, ata kemi pas kanjëherë mos pajtim me Gjermaninë, po afër me Amerikën, kanjëherë me Britaninë e Madhe, kështu me radhë çrëndsi ka. Ne kemi marrë marrëdhënie me të gjithë mirë deri në këtë qeveri, ku gati se mi prish me ta. Dhe problemi këtu është për shembull nëse e krahasojmë me politikën e Edi Ramës. Edi Rama i ka punë mirë me Turqinë apo? Po, shumë mirë. Këtu desha të them. I ka punë mirë shumë mirë me Gjermaninë, me BE-n përgjithësisht. Me BE-n, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është përfshirës. Po mundet me pas edhe me Turqinë, edhe me Bashkimin Evropian
Në Britaninë e Madhe që tash i got. Absolutisht, për shembull, marrëdhënie të shkëlqyera. Edhe pse Me Italinë ka dashuri. edhe pse ta zëm për shembull me kryeministin britanik Edi Rama i tha jo në kërkesë e tij, që është shumë e rëndësishme për Britaninë. Do tash Britania po lyp opsione të tjera. Do të thonë se këtu kanë njerë po keq kuptohet. Aleanca në kupton ju thonë gjithë po jo. Ka rëndësi çysh ju thu jo, ka rëndësi për çka ju thu jo dhe ka rëndësi çysh ndërton bashkëpunimin në përgjithësi. Sa nuk është një dimensional. Do të thonë kjo është koha shumë çështje pazarit, një dimensional ta kryen çit punë të kryen çit punë. Aleanca ndërtohet në shumë fusha. Dhe këtë drejtim konsideroj që për shembull, pse mu më duket politikë e mençur e jashtme e Edi Ramës, nuk po futem te politika e brendshme me foja ato. Politika e mençur e Edi Ramës është që e ka pas një synim. E synimi që e lexoj unë e Edi Ramës ka qenë që me bo Shqipërinë vend të respektueshëm ndërkombëtarisht. Dhe këto e kam ri. Pra kjo ka qenë strategjia që e ka ndjek dhe gjithë ato që i ka bo për me e investu në qëllërim. Problemin që ne kam me politikën që kemi sot, ose që kemi pas deri dje në qeverinë e Republikës Kosovës, është që nuk shoh strategji. Shoh veç taktizim. E taktizimi nganjëherë mund më dal fitimtar në momentet caktuar, po në afat gjatë mund më të kushtu shtraj. E strategjia e Edi Ramës ka qenë me bo vend të respektueshëm Shqipërinë. A është sot Shqipëria vend të respektueshëm botë? Unë mendoj që shumë. Unë e kam pasaportën edhe të Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe kur udhëtoj shumicën e kohës me të Kosovës, po nganjëherë edhe me Shqipërisë. Këtë të trajtim kam kur e kam pasaportën e Shqipërisë. A kjo ka qenë këtë ndryshme vetë para 5-6 viteve, 7 vite. E kundërta. E kundërta ka qenë komplet. Domethënë në këtë drejtim, për shembull, rritja e numrit turistëve, rritja e çarkullimeve përmes aeroportit të Tiranës, që kam rritur në mbi 10 miliona, sa ka qenë 12 milion vitin e kaluar. Kjo tregon që sot bota perëndimore Shqipërinë është si vend sigurt, vend shumë atraktiv për me vizitu, edhe vend të respektueshëm. Siç e tregoi edhe Samiti dje. Tash, a ka aty një problem për shembull që është pak e orientuar shumë te personi, më shumë se unë që kisha pas qef, po pra, nuk ka. Po megjithatë kjo nuk e zbën fakti që Shqipëria sot nga perspektiva e botës perëndimore shihet si vendi më i rëndësishëm dhe më i miri me bashkëpunim në rajon. Neve që